Malli i përgjyshrit e ktheu në atë dhe humbi jetën në aksident. Vikena Greku jetonte prej vitesh në Gjermani. 18 vjeçaria Vikena Greku, e cila gjeti vdekjen 2 ditë më parë, pas një aksidenti tragjik në urën e Dajlanit në Durrës, jetonte prej disa vitesh në Gjermani me prindrit e saj, Vullnet dhe Valbona Greku, si dhe me vëllain e vogël. Burimet nga familjar të afërm të vajzës deklarojnë se 18 vjeçaria ishte kthyer në Shqipëri për të takuar gjyshrit e saj. Pas ikjes së prindërve në Gjermani vite më parë, Vikena dhe vllai i saj i vogël Nevjo kishin ndenjur me gjyshrit në fshatin Dyshnik në Berat, ku edhe kishin vazhduar shkollën 9 vjeçare, derisa prindrit kishin mundur të bëjnë letrat e fëmijëve për t'i marrë me vete në Gjermani. Vikena kishte vite pa ardhur nga Gjermania dhe malli për gjyshrit e ktheu në vendlindje. Sot familja Greku ka hapur dyert e mortit për të përcjellë mes dhimbjesh dhe lotësh vajzën e tyre që ishte në lulen e rinis, e cila u nda nga jeta në një mënyrë të tmerrshme tek aksidenti ndodhur tek ura e Dajlanit.